Thirrje për veprim qytetar. 2 ditë më parë postuam një reels për të denoncuar një përpjekje anti-shqiptare, ku një ftuar në median e njohur Vision Plus hite bal dhe shpifje mbi figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Sot, ky reels u hosh për të drejta autori, edhe pse në postim ne kishim bërë të qartë se të drejtat e autorit ishin të Vision Plus TV. Është papranueshme që një televizion që gjuan hapur ndaj historisë dhe identitetit ton kombëtar të mbrohet, ndërkohë që ata që denoncojnë shpifjet e tyre ndëshkohen. Kjo nuk është thjesht padrejtësi, është një mesazh i rrezikshëm për të gjithë ne. Media që lejon e u japin kokë këtyre anti-shqiptarëve për të shpifur kundër shqiptarëve, duhet të japin llogari dhe të marrin dëshkim nga autoriteti. Prandaj ju bëjmë thirrje të gjithëve. Dërgoni email tek dhe kërkoni llogaridhënie dhe masa ndëshkuese ndaj këtyre mediave që flasin hapur për anti-shqiptarizmin. Ushtrimi i presionit qytetar sot është fushia jon më e madhe. Mos heshtni, mos lejoni që historia dhe identiteti ynë të sulmohen pa përgjigje. Çdo reagim ka rëndësi. Info.ama.gov. Alinderuar autoriteti mediave audiovizive, po ju drejtohem me indinja të thellë për një çështje që po bëhet gjithnjë më shqetësuese. Transmetimi për mbajtjeve hapur anti-shqiptare në ekranin e Vision Plus, të cilat jo vetëm që cenojnë rënd figurat tona kombëtare, por edhe krijojnë një klim të qëllimshëm për çmimin ndaj historisë dhe identitetit shqiptar. Së fundmi, ky televizion ka promovuar një personazh shpif dhe përballë personalitete të rëndësishme të kombit ton, duke marrë hapësirë publike sikur të ishte një zë legjitim. Kjo sjellje është e papranueshme për çdo media që operon në territorin shqiptar dhe bie ndesh me çdo standard etik dhe profesional të gazetarisë, por problemi më i madh është heshtja juaj. Si institucion rregullator, ka detyrimin ligjor të mbrojë interesin publik dhe të garantojë që ekranet shqiptare nuk kthehen në platforma propagande kundër vetë shqiptarëve. Fakti që Vision Plus vijon të transmetojë pa asnjë paralajmërim, gjob apo masë administrative, pavarësisht përmbajtjeve nxitëse dhe thirrjeve të rënda ndaj figurave kombëtare, është një dështim institucional i pajustifikueshëm. Kjo situatë ngre disa pyetje serioze. Si është mundur që një televizion kombëtar të transmetojë përmbajtje të tilla pa asnjë reagim nga? Pse nuk janë marrë masa ndaj drejtuesve editorial që japin platformë për shëndrime që dëmtojnë dinjitetin dhe identitetin kombëtar? A funksionon sistemi i monitorimit apo po tolerohen qëllimisht këto shkelje? Është koha që të ndërhyjë. Institucioni që përfaqësoni ka detyrimin të mbrojë hapësirën publike nga abuzimi medial dhe nga përdorimi i ekraneve për qëllime që dëmtojnë interesin publik dhe kohezionin shoqëror. Kërkoj marrjen e menjëhershme të masave. 1. Hetim administrativ për Vision Plus. 2. Sanksione sipas ligjit për shkeljet e konstatuara. 3. Ndërprerje të menjëhershme të transmetimeve që cenojnë figurat kombëtare dhe nxisin polarizim. 4. Publikim transparent i masave të marra. Shqiptarët nuk meritojnë që hapësira publike e tyre të përdhosen në këtë mënyrë dhe aq më pak që institucionet që paguajnë për t'i mbrojtur të heshtin me respekt.